Në Këshillin e Evropës është duke mbajtur dita e dytë dhe fundit e forumit qytetari digjital, një forum ku Shqipëria jo vetëm merr pjesë, por është edhe pjesë aktive e kësaj platforme. Do kemi në këtë momente një komunikim me kolege Munada Mahmetaj. Munada, përshëndetje, na fol më shumë për këtë forum. Përshëndetje, jemi këtu në ambientet e Këshillit të Evropës, jam me zotin Villano, i cili është shefi departamentit të arsimit në Këshillin e Evropës dhe është pjesëmarrës aktiv në forumin qytetari digjital. Desha të pyes zotin Villano, cili është roli juaj si departamenti i arsimit në këtë platformë e cila po lançohet, është duke u pilotuar dhe cila do të jetë vazhdimësia për momentin e këtij projekti i cili ka gjetur një hapësirë në 46 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe post kësaj janë 40 specialistë të cilët janë përfshirë në hartimin e këtij projekti e kësaj platforme. Faleminderit për pyetjen, përshëndetje edhe teleshikuesve shqiptar nga Strasburgu. Departamenti i arsimit në Këshillin e Evropës është shumë aktiv në një nga elementet kryesore që është pjesë edhe e emisionit të shkollave të arsimit në përgjithësi, edukimi me qytetari demokratike. Në kuadrin e këtij plani për qytetari demokratike, ne kemi lançuar që prej shumë vitesh një program ndërqeveritar bashkëpunimi që është i lidhur me qytetarinë digjitale. Qytetaria digjitale ka brenda saj disa komponentë që janë të lidhura me aksesin në internet, që janë të lidhura me inkluzivitetin, që janë të lidhura me të drejtat, që janë të lidhura me mbrojtjen e privacy-s ose të dhënave në linjë etj. Edhe Departamenti i Arsimit është në të njëjtën kohë edhe udhëheqësi i këtij programi me të gjitha shtetet anëtare. Cili është roli i Shqipërisë konkretisht në këtë platformë? Shqipëria është përfshirë që për shumë vitesh në edukimin qytetar dhe kurrikulat shqiptare në gjithë sistemin e arsimit në Shqipëri janë ndërtuar mbi standardet e Këshillit të Evropës për qytetari demokratike. Një nga agjensitë më aktive është Agjencia për Sigurimin e Cilësisë, që është edhe përgjegjëse në Shqipëri për zhvillimin e kurrikulës shqiptare, jo vetëm për qytetarin demokratike, por edhe për lëndët e tjera që mësohen në të gjithë arsimin parauniversitar. Dhe ka ekspert të veçantë, siç është për shembull Asrida Utaj, një nga ekspertët tanë kryesor që ka marrë pjesë aktive edhe për qytetarinë demokratike dhe në zhvillimin e instrumentit që kemi lançuar dje dhe sot, që është platforma për qytetarinë digjitale. Si është ndërtuar kjo platformë? Sa shkolla janë përfshirë? Në Shqipërinë kemi dhe zyrën tonë të bashkëpunimit me autoritetet shqiptare, që është zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë, dhe brenda zyrës ne kemi një program të veçantë të dizenjuar për qytetarinë demokratike, që është pjesë e cilësisë së arsimit. Dhe ne punojmë aktualisht me 75 shkolla në Shqipëri dhe me një rrjet mësuesish. Shumë shpejt, domethënë rreth muajit shtator, do të laçojmë në 17 shkolla nga ky rrjet prej 75 shkollas, ato që ne i quajmë laboratore demokracie. Dhe në këto laboratore demokracie do i jepet prioritet studentëve dhe nxënësve që të krijojnë projekte, të bëjnë punë kërkimore shkencore, po dhe të marrin pjesë në debate në lidhje me çështjet e demokracisë edhe të zhvillimit të demokracisë në Shqipëri. Cilat janë risitë që do të sjellë kjo platformë digjitale, pra qytetari digjital, në krahasim me programet e tjera të cilat kanë gjetur zbatim në nivelin e institucioneve arsimore, pra nëse dje ka qenë lënda e teknologjisë, si do të zbatohet kjo platformë dhe cila do të jetë prioriteti që do të ketë pikërisht platforma dhe si parashikohet kjo të hyjë në kurrikulat arsimore? Në shumë vende anëtare, përfshirë edhe Shqipërinë, për shumë vite seksi është vënë në dy elemente kryesor. Një element ose një aspekt kur flasim për digitalizimin ose për edukimin digital, është vënë gjithmonë tek kompetencat teknike. Domethënë si të bëjmë coding, si të bëjmë programming etj. Një element tjetër që ka qenë gjithmonë në vëmendje të gjitha autoriteteve të shteteve anëtare ka qenë si t'i mbrojmë studentët nga rreziqet e internetit etj. Këshilli i Evropës ka pasur një qasje tjetër që është komplementare me këto dy qasje,
edhe që do futet edhe në sistemin shqiptar, që është qasja e asaj që në anglisht quhet empowerment, ose autonomizimi, ose përgjegjësimi i studentëve dhe të gjithë atyre që mësojnë në arsimin parauniversitar ose në arsimin universitar, si të marrin në dorë aspektet e tjera që lidhen me digitalizimin. Për shembull, si të jemi empatik, si të jemi përgjegjës, si të sillemi me civizëm ose me civilitet, si të mbrojmë të drejtat tona kur jemi në online e tjera. Këto janë elementet e reja që sjell ky program në krahasim me programin që bëhet aktualisht për teknikën. Atëherë me sa kuptoj do të ketë një shkrirje në të gjithë lëndët e sistemit parauniversitar. Eksakt. Domethënë, ky koncept që kemi përgatitur që për shumë vitesh e kemi lançuar në këtë forum, do të futet në kurrikula në mënyrë transversale. Nuk është një subjekt i caktuar që nxënësit do ulen dhe të mësojnë një subjekt të caktuar, po do jetë në letërsi, do jetë në matematikë, do jetë në qytetari, fizikë etj. Do ketë kompetenca të ndryshme. Edhe ka kompetenca të ndryshme, si kompetencat lidhen, një pjesë lidhet me vlerat, një pjesë lidhet me kompetenca teknike, një pjesë lidhet me kompetenca që janë të lidhura me të drejtat e njerëzit, një pjesë tjetër kompetenca që lidhet si funksionon në mënyrë demokratike ambienti online etj. Do të thënë ka disa elemente. Pa, janë të përgatitura stafet arsimore për këtë risi që do t'i ofrohet? Një nga problemet që hasim ne jo vetëm me Shqipërinë, por me gjitha vendetare, është pikërisht përgatitja e stafit. Sepse kur flasim për digitalizimin ka dy elemente që janë sfida. Një element është në lidhur me përgatitjen iniciale të stafit të ardhshëm pedagogjik, domethënë brezi i ri i mësuesve, sepse programet e studimit në universitetet që përgatisin mësuesit duhet të paraprinë sfidave të digitalizimit, që janë shumë herë sfida të panjohura, siç u pa për shembull me ChatGPT ose me Artificial Intelligence. Janë të përfshira këta? Stafet në universitete ishin të papërgatitura për tu adaptuar shpejt me këto sfidat e inteligjencës artificiale. Mirë, po ta vëmë theksin tek si të ndërtojmë critical thinking ose mendimin kritik kur jemi online ose kur jemi në një mjedis digjital. Ky është një element kryesor që mund të pastaj të ballafaqohesh edhe me inteligjencën artificiale. Do të thënë, ky është një aspekt kur flasim për përgatitjen e stafit pedagogjik. Një element tjetër është forcimi i trajnimeve me stafin pedagogjik që është aktualisht mësimdhënës. Dhe në Shqipëri, nëpërmjet programit ton për cilësinë në arsim, ne kemi trajnuar deri tani rreth 650 mësues nga rrjeti i 75 shkollave që kemi, dhe I kemi vendosur një sër modulesh trajnimi për qytetarin digjitale, janë të gjitha online, janë në gjuhën shqipe, të adaptuara me kontekstin shqiptar nëpërmjet agjencës për ndar geografia e shkollave që do të marrin pjesë në këtë platformë. Një nga kërkesat kryesore të donatorëve tanë, sepse programi që kemi aktualisht në Shqipëri, donator kryesor është Agjencia për Zhvillim SIDA e Suedis. Një nga kërkesat kryesore ishte që të ketë një shpërndarje të gjeografikisht mbulonte gjithë territorin shqiptar. Dhe të 75 shkollat mbulojnë gjithë territorin shqiptar. Janë dhe shkolla që janë të bazuara në qytete, janë dhe shkolla që janë bazuara në fshatra. Dhe që gjitha kanë një nga kushtet është që të kenë akses në internet sigurisht, dhe edhe këto 17 laboratorë që do ndërtohen, që do jenë funksional në fillim të vitit ri shkollor, do jenë laboratorë që janë shpërndarë në mënyrë koherente ose që mbulojnë pak a shumë të gjithë territorin shqiptar. Për sa kohë pritet që kjo platformë e qytetarit digital të gjejë një zbatim pra të përhapet në gjithë shkollat? Dhe cila është ambicia për vitin shkollor 2025-2026, pra, për këtë vit akademik I cili nuk është larg, por edhe don një punë shumë të madhe për sa I përket
përshtatjes, programit të platformës, inovacioneve që do të sjellë kjo platformë? Ne do i lançojmë në shtator, ne do lançojmë 17 laboratorët tanë. Dhe këto 17 laboratorë do punojnë për një vit dhe do e testojnë këtë planifikatorin ose platformën që kemi ndërtuar për qytetarin digjitale. Dhe në bazë të rezultateve që do marrim nga ky eksperiment me 17 laboratorë, pastaj në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, po edhe me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë dhe të Shërbimeve Arsimore, ne do të shikojmë mundësinë për ta futur programin në një fazë të tretë, ku të integrohen më shumë shkolla dhe kemi mundësi që të mbulojmë të gjithë grup moshat, sepse aktualisht planifikatori ose instrumenti që kemi lançuar dje këtu në Strasburg i mbulon gjithë grup moshat, nga klasa e parë, ose nga mosha 5 vjeçare deri sa mbarojnë 18 vjeç. Nga 18 vjeç që mbarojnë maturën. Mos duhet që ky planifikator apo platformë, siç po e quajmë neve, të jetë paraprakisht në sistemin universitar, për sa i përket të gjithë degëve të cilët përgatisin stafet e ardhshme për të qenë pjesë e institucioneve arsimore. Nuk kemi kaluar akoma tek pjesa e arsimit lartë, siç e dini dhe ju, një nga elementet kryesore se dy shtyllat e arsimit lartë janë liria akademike dhe autonomia universitare, do të thënë institucionet e arsimit lartë në Shqipëri si edhe në vende të tjera janë autonome për sa i përket përgatitjes së programeve studimore. Kështu që ideja është të bashkëpunojmë në fillim me ato fakultete që kanë deg për mësuesi, që janë hapi i parë për të integruar kompetencat digjitale. Ne kemi shembuj të mirë për shembull nga Greqia, që kanë hapur formacione master me kompetenca për vlera demokratike edhe për qytetarinë demokratike dhe digjitale. Kemi eksperienca edhe në vende tjera, si për shembull në Andorë, po kemi eksperienca edhe në vende të tjera që dikur i përkisnin Evropës lindore. Një bashkëpunim shumë veçantë kemi edhe me vendet nordike, sepse kemi një qendër specializuar në Oslo, që është shumë aktive në zhvillimin e këtyre programeve dhe trajnimeve me mësuesit. Kur parashikohet që të ketë një gjithëpërfshirje të kësaj platforme në institucionet arsimore në Shqipëri, cila fazë e projektit e parashikon këtë dhe sa duhet jetë kohëzgjatja që të jetë gjithëpërfshirëse kjo platformë? Ne kemi parashikuar tani dhe diskutuam me pjesëmarrësit në forum që të kemi një plan mbretërimi 5 vjeçar për nga 2025 deri në 2030 për integrimin, përpara për sensibilizimin, pastaj për integrimin dhe pastaj për konsolidimin e planifikatorit digital në programet e shkollave të vendeve anëtare. Dhe u përmendën shumë prioritete, edhe një nga prioritetet për shembull është perspektiva studentore ose perspektiva e fëmijëve, si të integrohen edhe të bëhet pjesëmarrja e studentëve dhe fëmijëve më kuptim plot kur dizenjohen programet e reja. Një nga elementet për shembull që u diskutua edhe këtu shumë ishte në Shqipëri ka pasur edhe debat në lidhje me kohën që marrin fëmijët ose studentët përpara ekraneve. U diskutua për shembull, a duhet t'i ndalojmë kategorikisht telefonat, a duhet t'i mbyllim platformat digjitale ose mediat sociale, apo duhet më shumë të krijon kompetenca për të naviguar ose për të konsultuar këto platforma sociale në mënyrë qytetare dhe të ndërgjegjshme, ku të jemi në gjendje të ushtrojmë edhe mendimin kritik e tjerë, sepse një qasje që u diskutua shumë ishte sa jemi të aftë ne si qytetar, ose sa janë të aftë studentët dhe fëmijët, që jo vetëm të jenë pjesëmarrës pasiv në mjedisin digital, po të jenë duke marrë pjesë
edhe t'i japin një tjetër formë këtij mjedisi të krijojnë një vizion të krijojnë vizion të tyre dhe t'i japin formë, ta influencojnë se si duhet ndërtohet. Pra duhet ndryshuar vizioni. Duhet ndryshuar vizioni, duhet ndryshuar qasja. Domethënë nga një qasje që kemi ndryshim të teksteve mësimore me ndryshimin e vizionit, me hedhjen në terren të platformës digjitale. Tekstet mësimore ose tekstet që përdoren në Shqipëri, ne kemi traditë shumë të fortë për përdorimin e teksteve si material kryesor për pedagogji dhe për mësim. Tekstet letër. Nuk është e njëjta qasje në vendet e tjera, mësuesit kanë shumë më tepër autonomi. Dhe nëse ne duam që t'i japim një zhvillim cilësor tjetër arsimit në Shqipëri, duhet t'i besojmë më shumë mësuesit dhe t'u japim më shumë autonomi në mënyrën se si ata ndërtojnë pedagogjinë në klasë. Sepse ju e dini shumë mirë, sepse keni edhe ju një të kaluar me arsimin në Shqipëri, është shumë e vështirë që i njëjti objektiv kurrikular ose i njëjta metodë pedagogjike ose programe të zbatohet në mënyrë uniforme në gjithë territorin shqiptar. Sepse fëmijët shqiptar vinë nga tradita të ndryshme, nga familje të ndryshme, me zhvillime sociale dhe ekonomike të ndryshme, me backgrounde kulturore të ndryshme, dhe kanë akses në kulturë e në biblioteka ose akses në internet në mënyrë të ndryshme. Të ndryshme, dhe për prindrit do t'jetë më e vështirë që t'i ndjeki fëmijët në përparim, sepse jemi mësuar me tekste, me libra shkollor, të cilat sipas janë të renditura sipas programit plane mësimore. Tashmë do të kemi nevojë mbase edhe për një bazë tjetër materiale që do të jenë iPad-et, laptopet. Si do sigurohen këto? Besoj se diskutuam gjatë forumit me vendet anëtare. Një nga elementet që mund të propozojmë shteteve anëtare është që materialet mësimore që janë shumica, kur flasim për digitalizimin, janë materiale digjitale, sepse nuk ka kuptim që të përdorim materiale letër. Një nga elementet kryesor që mund të promovojmë në kuadrin e kësaj platforme është kemi një platformë ku jo vetëm të ndajmë këto objektivat për një mision ose synim të saktuar që kemi gjatë programit, po edhe plane mësimore që janë jo vetëm në anglisht ose në përgjigj, po janë edhe në gjuhët e vendeve tjera anëtare. Plus ka praktika mësimore që kanë qenë efektive dhe që janë provuar në vende të saktuara, që mund të ndahen me vendet e tjera dhe mund të adaptohen në nivelin shkëmbimi eksperiencave është një element që duket interesant kur vjen puna për Atëherë materiali digital për amjetet si laptop apo iPad do të jenë pranishëm në çdo fillim viti shkollor, apo mbase është parashikuar që edhe Ministrisë së Arsimit i kërkohet një fond për sigurimin e kësaj baze materiale, se mbase nuk janë krijuar akoma kushtet që të gjithë fëmijët, të gjithë grup moshat ta kenë laptopin apo iPadin si libër në thonjza. As në Francë nuk i kanë të gjithë laptopat ose iPadet në përklasa. Eksperienca për shembull franceze në shumicën e sistemi francez është ndarë në akademi dhe një akademi përfshin shumë qytete ose krahina dhe zakonisht studentët në Francë kanë akses në laptope personale vetëm kur hyjnë në lice. Do me thënë vetëm kur fillojnë gjimnazin, vitin e parë të gjimnazit, dhe pajisen me një laptop personal. Do me thënë në pjesën e arsimit nëntëvjeçar nuk kanë... Jo, shteti nuk ofron një mjet të tillë. Këto janë vetëm iniciativa lokale që u vinë në ndihmë familjeve, edhe duke pasur parasysh edhe atë parimin e inkluzivitetit, do me thënë që asnjë fëmijë ose asnjë student që fillon liceun të mos ngjetet pa kompjuter për shkak të, le të thej, burimeve të pakta financiare që mund të kenë familjet edhe këtu në Francë. Megjithatë, shohim që ky projekt pra do të ketë një shtirje në kohë, pastaj do të bëhet gjë përfshirës, pra duke ndjekur hap pas hapi do të dalin edhe
edhe emergjencat që do të ofrojë projekti. Po, ky është një element pikpamja e emergjencës mund të interpretohet edhe nga një aspekt tjetër, domethënë është aspekti I zhvillimeve dinamike të teknologjive sot. Dhe ju e dini shumë mirë se kur dizenjohet ose kur zhvillohet një kurrikull, është shumë e vështirë ta zëvendësosh kurrikulën çdo vit. Po thosë ka mundur, nuk mund ta ndryshosh kurrikulën çdo vit. Sjell orientim të sistemit arsimor plus që nuk e ke stafin pedagogjik që të mund të adaptohet. Megjithatë, kjo do të kërkon një mirë përgatitje të stafeve, se ato do ta mbajnë peshën kryesore. Eksakt. Një nga elementet që duam të diskutojmë me vendet anëtare është ajo që themi në anglisht future proof. Domethënë, si mund t'i bëjmë ne instrumentat dhe materialet që t'i rezistojnë ndryshimeve dinamike të teknologjive në shoqëritë tona sot. Domethënë është një sfidë që kërkon së pari që në fazën e dizenjimit ose që në fazën e konceptimit inicial të një materiali mësimor, duhet të kesh parasysh se cikli material mësimor të jetë sa më shumë jetë gjatë. Domethënë që mos të vjetrohet pas një viti 2 vjetësh, sepse kemi zhvillime të tjera dinamike për sa I përket teknologjive. Për sa I përket rezultateve shkollore, pritet që kjo platformë të konkurojë këtë kurrikull. Domethënë, nuk e di nëse ka pasur eksperjenca në vende të tjera, si kanë qenë rezultatet e fundviteve në krahasim me kurrikulën që ka qenë më përpara, se pak a shumë. Pjesa e vlerësimit është një pjesë sensitive, edhe për cilën nuk kemi shumë të dhëna. Tani ne jemi duke synuar edhe një bashkëpunim me OCDE, që është një nga organizatat ndërkombëtare shumë specializuar për assessment, për evaluation, për vlerësimin, dhe është një nga autorët e testit PISA. Dhe shpresojmë që në testin PISA, gjeneratën tjetër të testeve PISA, një nga elementet që do testohet, do të jetë kompetenca për media literacy, për edukimin për media, se kompetenca se sa të shërbjellet janë nxënësit në lidhje me interpretimin e mesazheve të mediave dhe aktualitetin. Domethënë, ky do jetë një nga treguesit se ku do jenë vendet anëtare në lidhje me botën digjitale sot. Atëherë do të kemi një hapësirë shumë të madhe për sa I përket informacionit që nxënësi do të ketë në çdo lëndë, dhe do të duhet që stafit arsimor mbaset të ndryshojë edhe mënyrën e vlerësimit, do të ndryshojë mënyra e vlerësimit me këtë platformë në të ardhmen, sepse mendoj që tashmë do të hyjë si një platformë pilot, po besoj se do të ketë edhe një ndryshim të vlerësimit, pasi fusha e studimit me këtë platformë bie që të jetë shumë e madhe. Edhe më kreative me atë që ka qenë më përpara. Vlerësimi është një çështje gjithmonë që është pak e komplikuar. Sidomos kur vjen puna për vlerësimin e kompetencave që bazohen në vlera, sepse nuk mund t'i ndash studentët të mirë në qytetar të mirë ose qytetar të këqij. Të gjithë janë qytetar, por pastaj aftësia që kanë për të bërë diçka ose për të mos ta bërë, është aftësia që do të kenë studentët për të mobilizuar një sër kompetencash. Se kur flitet për botën digjitale, nuk mund të vlerësojmë vetëm kompetencët që kanë, siç e ka për shembull për shkencat eksakte, që është shumë më e qartë vlerësimi, sepse rezultatet janë shumë të qarta. Pjesa subjektive e vlerësimit në kuadrin e botës digjitale është shumë më e vështirë. Është më e lehtë kur bëhet coding dhe programming, mirë po kur vlerësohen elementera që lidhen me vlerat, është shumë më tepër e vështirë. Domethënë, po mënyrat e vlerësimit janë të ndryshme, ju e dini këtë, kemi formative assessment e tjerë. Kemi edhe vlerësim me projekte, me punë projekte, dhe një nga për shembull elementet që inkurajohet është aftësia për të bashkëpunuar me tjetrin, aftësia për të treguar respekt për tjetrin. Puna në grup. Puna në grup ka qenë shumë e rëndësishme, është një mënyrë e organizimit të orës mësimit që nuk është e thjeshtë, duket e thjeshtë, po që në të vërtet ka shumë
shumë probleme në mënyrën se si menaxhohet nga vetë nxënësit puna në grup. Po për sa i përket orët të kurrikulës, orëve javore që kjo kurrikul do të parashtroj, do të kemi një ulje të orëve javore të nxënësit. Është shumë e vështirë të thuhet sepse sistemet e vendeve anëtare janë të organizuar në mënyrë shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Ju e dini shumë mirë që kurrikulat e sotme janë shumë të ngjeshura. Po. Orët e mësimore janë shumë të pakta, kështu që mënyra e vetme për të krijuar kompetenca të reja për botën digjitale është nëpërmjet një qasje transversale. Base duke patur materialet e gatshme të cilat do t'i ndihmoj, do t'i mundsoj kjo platformë, mund të kemi një shkurtim të orëve të kurrikulës, shkurtim javor të orëve të kurrikulës, pasi nxënësi do të marrë një material edhe koncis, po në thojza edhe të gjerë, pra mund të bashkohen, fjala vjen 3-4 orë mësimore të një teme të përbashkët, mund të bashkohen në 2 orë, mund të kemi pra edhe një ulje të orëve mësimore ose të javëve mësimore të një viti akademik. Po nuk është folur akoma në detaje. Nuk kemi shkuar deri në këto detaje, po puna autonome, do të thënë autonomia, dizajnimi i punës me projekte, po dhe dizajnimi i ambienteve, për shembull learning environment, do të thënë mjediset e mësuarit. Mjediset e mësuarit nuk janë më mjedise siç kemi ne parklatat në mënyrë shumë tradicionale në banka rjeshnjeve pas tjetrës, do të thënë janë shumë të ndryshme sot. Monada, të falenderoj shumë për këtë intervistë që pate me zotin Qerjazi dhe për gjithë atë tabloj që prezantove në studio, për atë që përmbahet në Këshillin e Europës që ka të bëjë me forumin digital të qytetarit pra, e cila është implementuar dhe në Shqipëri dhe ka një fokus të veçantë. Do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi sërish bashkë.